E thonë ti si të mërish me një zaman ku e ki vlerën sa biki i kashtës ma i zmramit lomës. Qa është konsiderojnë o gjali Umerit? Shka thunë për këtë ko? Ka falua, ka të mëri gjatë Uhudum. Kur ku i besën si ama? Ja jabë besën në kësham, në sabah ka laku. Ja jabë besën në sabah, në kësham ka laku. Mëri gjatë Uhudum, u akhtelefu. Edhe si cëllë prej ative, andrishu mendimin e vetë, edhe i ka dalë mendimit vetë zëtë. Shka thuti ja Ibn Omar? Fasaru hakeda. Tha, kur ti upin besën një një qetrin, kur ti ndryshojnë mendimet, kur donë bik, tha të herë, saru hakeda. I ka hekë Rasulullah i durët edhe i ka shtit ekran. Tha bonë qështu tha. Shka ka këtu? Shka del piksaj del kur gjohë. Kale, kejfa asnau ja Rasulallah. Tha mësëm, ja Rasulallah, tha shka të baja dit. Tha kana zërë, tha mësëm shka të baja dit, ja Rasulallah. Tha te khudhu ma ta arif, wa te da'u ma tunkir. Tha atë shka din mere, atë shka nuk e din leje, e me ik. Atë shka din mere, atë shka nuk e din leje, do të thot, thëll vetë shka ban pun, atë shka zban pun më shele gojë. Më të thëll asë një lafisht se shumë ban se vap, si më së fëllës për atë pun shka se di, wa takbalu ala khasatik, e shkohin në mesin e shoqnijës më të ngusht të asaj pakicës shka ta din vlerën për në mes e kushije, në mesin e ative, o gjali Umerit, në mesin e ative shkorri, wa tada'ahum wa awamahum, largoh prej gjonave të thjeshta, largoh prej mendimeve pa kuptim, i këta top gjonat edhe të ato fjallë të punët që ka vinë në edhe kanë pesh. Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala anhu e bani vajet një hadith të cilin Bukhariu e transmiton, e Tirmiziu të mpalli e transmiton, e thonë këssiru fiha kësijakum, e thonë Rasulullah a.s. në këtë zaman o bura, fa ndashi me pështu mirë hadisi i fundit ndështa, i këti dirse apo i para fundit, ndashi me kalu mirë o gjematin dërshëm, si të durin këtë ditat zeza, në këtë ditat vështira me jetu mare mirë, në gjone urdhën e Muhammed Mustafas, mësusit më të madh njerëzijës, ka thonë këssiru fiha kësijakum, thani shtizat a dit. Shtiza, thani shigjetat a dit. Ato që gjuhët luft, thani tha. Thani shigjetat, thani kausat, thani ato fa shigjetat, thani ketë që t'nin tokë. Ndashi me jetu mirë. Thonë, wa qatti'u fiha autarakum. Thani ato fa bosh, gjimës boshti, edhe thani ato fa shtizë që t'nin tokë ketë, walzemu fiha ajwafa buyutikum. Burgosnu në shpijat e juve. Burgosnu në shpijat e juve mbyll në derën për promrena, ndashi me kalu diqishë. Burgosnu në shpijat e juve, shtin, burgosnu në shell në derën për promrena, se vallahi edhe me hoxën kur takosh, nuk ka me dalë muhabeti bashimir. Edhe me atë shka me ndonë se për evlijave ashtë, edhe aj ka me të thartu në ditat e atëherit, ka thonë Rasulullah a.s. Edhe aj shka me ndoni se maran ven, edhe aj ka me ju dali let. Edhe aj shka me ndoni se ma pasanik ashtë, thuni ju u dhe në penismi, keni mbështetje, filoni ashtë pasanik në katun, inshallah me izën e Zotit Gjelle Gjelalu, mës përna i bitisa i një pun. Kur të shkoni të aj, bashkë të aj, ma i smrami, aj kur ti nëzire, tërin brilesht i dorën gjatë, kur ti nëzire, dimë dhe të bonkat hekrit, janë qenë në qese, dhe Allah përshtiri are që kaqë. Do të thot, edhe natë shka keni mbështetjen më të modhe, edhe me atë keni me pas defekt. Atë shumë kanë më gërshetu punë keqë. Wa kunu kabni Adam, ka imaki, thelbi, ka unira e hadithit, tha banu si gjali Ademit, atëherë në atë ko. Banu si gjali Ademit, në atë ko. Dhe për shfar rezultati kishtë, shka dul këtu, ka dul hadithi këtu shti, shka të lip minat e gjali Ademit, edhe Ademi ka pas shumë gjem a.s. e si cëlli pra pja ative gjemve. Edhe njoni prej gjemve Ademit e ka prej qetrit. Qaj shka e ka prej vlavin e vetë, e ka nëzirë shpatën e këti graje për një pun prej punve, a i qetri gjalli ka thonë, le in basat të i leje jede ke li të këtuleni, ma anë bi basitin jedje i leje ke li aktulek. Tha si ta zgatësh dorën ti, me mpre muë, e unë nuk jam si ti. Unë e shpatën të e me do të futin kalët, unë nuk pres tije. Si ti që ti pjative që vlavin tane pret, unë nuk do të pres pra tije. Si ti që ti që vlavin tane kesh,
unë nuk do të kesh i tije. Si ti që ti ative që vlavin tanë në shpën, unë këta nuk do të baj pra. Si që krujsh ti për vlavin tanë shka mazi, unë për tije pra, për tije këta nuk do të baj. Si më shqipë është ti për Allah, dinar që unë do t'ja pra. Si ta thonë është ti fjallën e ligë, e unë do të thonë fjallën e mirë pra. Kështu do t'jetojmë, tha, banu në atë ko si gjemë si gjale ademit. Si cëllë ama. Si aj qetri, jo si aj më shpat për petë, se atë jo, ti si ta bajnë shket, unë nuk e bajnë, unë si jam si ti, ndashi me kalunat kohën e vështirë shumë mirë. Inna bejnë, hadisi fundit, inna bejnë jede i saati fitan. A thonë, në pak para ditës kiametit, ka thonë Rasulullah a.s. Pak para ditës kiametit, do të ketë shumë probleme. Ka këta al-lejli muslim, hadisi nuk do të asgjarojmë, veç për e përkëthaj, inshallah, dhe një arën zjarojmë, zbërthajmë ma gjanë pak, për shkak se zoni ashtë bo, do të ketë ka thonë probleme si dalgat e notës. Do të ketë probleme si dalgat e notës. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. E qel një burr për juve sabaj musliman, e zak shumë jo musliman. Që ka është do të jenë problemet e mdoja? Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. E zan mramja musliman qetrin, e qel drita jo musliman. Kaq do të jetë krizë jeta sa i përket besimit në ditat që do të vinë më vonë, ka thonë Rasulullah a.s. Këtë hadisin e fundit për lëmë me kaq, inshallah ndërës të arshme e zbërthejmë me qenë se ju dilli pak me herët, si t'jemi mirë inshallah, Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu, për hirë të kësaj ditës gjumohë sot, për hirë të këti ummeti, për hirë të kësaj ditëve të sevapëve të tina mozit malë që të da falim për i neve dhe për juve dhe të hanë muslimane dhe anë e botës inshallah kabule bani Rabbal Alamin. Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu më madhin e ti. Qka ka njeri që janë shi burgosën, inshallah prej burgut del. Bereqetet të cilët janë në ardh ditët e fundit, Allahu ummetit javë bëndë kollajmi prushpe, inshallah.